ankohet. Por shiko, kur lexon Dhjetën e Vjetër, ankesat bllokojnë bekimet e Perëndis. A e di ku e gjem? Kush e ma men, kur izraelitët ankoheshin, qa bëri Perëndia? Nuk besuan, nuk falenderuan, vetëm ankoheshin, edhe murmuritën, edhe diçka ndodhi, u bllokua ajo që Perëndia kishte për ato. Humbën kohë, u lodhën, humbën vite, edhe ndodhi që 40 vite u vërtallisën në përshkretir. Shumë janë 40 vite. Vetëm sepse ankoheshin gjithkohë, nuk ishin falenderues, edhe u thik besimi i tyre. Prandaj nxitja ime do ishte, le të jemi ndryshe. Le të jemi falenderues, kemi shumë gjëra për të qenë falenderues. Falenderimi ka shumë përfitime në falenderim. Kështu që një nga gjërat që mendoj që na mbyt edhe na dëmton është kjo. Mos e krahaso veten me të tjerat. Pse? Sepse gjithmonë do gjesh dikë që është nën ty, edhe që do ndodhi, do mburresh. Sa mirë që jam ose këto marrun këto. Edhe vërteta është, gjithkohën do gjesh njerëz që janë mbi ty, e do ndihesh inferior. Edhe vërteta është, shiko, ti je unik. Ti, rrethanat s'kan lidhje me qëndrimin falenderues. Shkrimi thot, kush është besnik me të vogla, do t'jetë besnik edhe më të mëdha. E vërteta është, nëse dikush nuk është falenderues sot në shtëpi me qera, s'do jetë falenderues as kur të ketë shtëpinë e vet. Nëse dikush nuk është falenderues për shkollën, ka gjasa s'do jetë falenderues kur të ketë punën. Kur dikush nuk është falenderues kur të jetë beqar, gjasat janë s'do jetë falenderues edhe kur të martohet. Nuk varet nga rrethanat, varet nga qëndrimi yt. Ato sjellësh ti je falenderues ose ankus. Si tha ai shoku jon gjerman, Banhofer, mirënjohja është diçka që duhet mësuar, nuk vjen natyrshëm. Është diçka që e praktikon dhe mëson, edhe i kujton vetes si mësohet, i kujton vetes Perëndia është i mirë. Shpirti im do bekoj Zotin gjithsesi në çdo lloj rasti, edhe nxitja ime do ishte praktikoje këtë gjë. Praktikoje kur je duke nejt. Gjej një moment edhe i falenderues, ndërkohë që po pret autobusin, falendero Perëndin. Zot, falenderit për këtë, për atë. Edhe nëse nuk gjej gjëra për çata falenderosh, edhe je akoma gjallë, falenderoje që je gjallë. Falenderoje që je gjallë, që Zoti ka dhënë, edhe i di tjetër si ajo tabela, ndalo, sigurohu, pastaj kalo, ndalo, falenderoje Perëndin, pastaj vazhdo para. Më duket se Bonhoeffer e ka mësuar nga Pali. Çfarë tha Pali te Filipianët 4:11? Kush e ka mend? 4:11 Pali është me që kishim te seria para kësaj, Filipianët, konteksti është qarë. Pali është ku? Te Fafa, në Durrës, me pushime? Pali është në burg. Pali është në burg, edhe në mes të aty rrethanave tha, unë jam mësuar të kënaqem në gjendjen që jam. Jam mësuar, nuk vjen natyrshëm, është diçka që mësohet. Edhe nëse e mëson përfitimi tjetër, falenderimi rregullon perspektivën. Falenderimi rregullon perspektivën. Hajde lexojmë psalm tjetër, ose tamam me njëjti psalm për varg tjetër. Psalmi 103 jemi. Ai Perëndia, ai të fal gjitha pausit dhe të shëron të gjitha sëmundjet. Sa e bukur kjo. Se mos në këto kohë, Krishti erdhi dhe vdiq në kryq dhe aty mori mëkatet tona, sëmundjet tona, mallkimet tona, ligësitë tona, çdo gjë të keqe tonën. Pyetja është, a je falenderues? 2 javë para Pashkës, a je falenderues që Krishti e ka bërë këtë gjë? Krishti merret me jetën tonë në të treja dimensionet e saj. Sepse e pastron të shkuarën, i jep kuptim të sotmes, edhe siguron përjetësinë për të ardhmen. Edhe është, shiko, po lexoj një gjë të tillë, edhe më duket që ke egzageruar, edhe lexova një gjë të tillë që thonte, mëria, ankesat, zemërimi, mosfalja, murmuritja dhe emocione të ngjashme të tilla të sëmurin fizikisht. Të sëmurin fizikisht. Madje ne thonte që një moment zemërimi, kur ti ke parasysh ku bërdat kalamajve? Jo, se ke parasysh. Ke parasysh ku nxehesh? Një moment zemërimi e ul imunitetin e trupit 4 deri 5 orë. E thash, qa thumë, unë që jam pa imunitet fare. Kështu që
Kam një shokun tim, më duke egzageruar, kam një shokun tim, Gleni Sinën, edhe shok, edhe për shumë për jush, edhe Gleni po studion, edhe po i thë, Gleno, shiko që po lexoja, a është e vërtet kjo? Edhe Gleni tha, egzakt të gjë po studiojmë në shkollë tash. Emocionet edhe shëndeti fizik. Se si këto emocionet, inatet, mosfaljet, zemërimi, të qenit ankues, të ulin imunitetin, edhe tjetë duke thithë çdo lloj virusi që është vërtet, sepse të ka rënë imuniteti nga gjithë to emocione, nga gjithë to ankesa, nga gjithë ky qëndrim negativ që po jep mendjes tënde. Edhe është ai studimi tjetër, ndoshta po këtë kam thënë, që njerëzit që shkojnë në kish jetojnë më gjatë. Kjo është qef, njerëzit që shkojnë në kish jetojnë 4 deri 6 vite më gjatë. Edhe po menojon, mos nga që ata që janë të ICF-ja falin më kollaj, nuk mbajnë mëri, jam mirënjohës, jam falenderus. Mos ky studimi është për këta, mos ky studimi është për na jetojmë më gjatë, sepse jam falenderus, sepse fal, sepse nuk mbledh mëri, nuk mbledh inate, nuk mbledh gjëra të tilla. Vargu 4, po te Psalmi 103. Ai kush Perëndia shpengon jetën tënde nga shkatërrimi dhe kurrizon me mirësi dhe dëmshuri. Sa i bukur. Ti kujton vetes kush është Perëndia yt? E ti thua, unë nuk jam i përsosur, Zoti është i përsosur. Vargu 5. Edhe për shkak se ai është atë perfekt, e di çfarë bën ai te vargu 5? Ai Perëndia ngop me të mira gojën time dhe të bën të ri si shqiponja. Çfarë premtimesh? Ai pesa të bukura. Ai do të ngop, ai do të drejtoj, ai do të udhëzoj. Ji falenderues Perëndis për gjërat që ka bërë, për gjërat që ke. Sigurisht ndërro, kërko, insisto. Krishti vetë ka thënë, është thënë shumë herë në Bibël, kërkoni, po ndërkohë që kërkoni dhe prisni, ndërkohë jini falenderues për atë që Zoti ka dhënë sot. Edhe shiko, njerëz të tillë besojnë që me Perëndin çdo gjë është e mundur.